Prej disa muajsh tregu imobiliar në Durrës ka ngrirë. Kjo për shkak të mungesës së ofertës. Sipas agjensive imobiliare, mungesa e ndërtimeve në qytetin e Durrësit ka bërë që në treg të ketë një ngarkesë të theksuar të ofertës. Mungesa e ndërtimeve të reja në qytet ka orientuar shitblerjet e pasurive të palujshme drejt zonave bregdetare të Golemit dhe malit të Robit nga vaj. Sipas Florian Tahirit, agent mobiliar, në qytetin 3000 vjeçar kërkesa mbetet e lartë, por oferta mungon dhe është mjaft e kufizuar. Qyteti në këto momente nuk është se ka shumë ofertë, por nuk është se ka shumë apartamente apo mundësi blerje, dhe pjesa më e madhe e investitorëve apo njerëzit të cilët duan blejnë janë po themi fokusuar apo shkojnë blejnë nga ura e Dajlanit, themi deri në Qerret, sidomos në zonën e Golemit, Malit Robit edhe të Qerretit, ku janë dhe rezidencat e reja apo pallatet e reja të cilat po bëhen. Pritet që në muajt në vazhdim në qytetin e Durrësit të ndërtohen disa komplekse. Kjo do të rikthente deri diku në normalitet tregun imobiliar. Dhënia lejeve të ndërtimit për godina deri në 34 i qytet nga ana Këshillit Kombëtar të Territorit pritet të rrisë në vitet e vijim numrin e apartamenteve të reja për shitje. Durrësi në këto momente nuk ka ndërtime dhe kjo ka bërë që absolutisht kërkesë ofertë pa që të rritet edhe çmimi i apartamenteve. Pritet shumë shpejt që të kemi disa ndërtime, ku ato që shohim këto moment pritet pra apartatimeve që të fillojë një Durrës Tower, pra një kullë e re, e cila është për tu parë sepse normalisht do dalim me çmime mbi mesatarin e tregut. Ndërkohë që pjesa tjetër ku shoh zonë zhvillim dhe do ketë ndërtime goxha dhe zona e stadiumit e tutje, sepse tashmë pjesa qendrës po themi e Durrësit është mbyllur dhe nuk është se ka më trulle për ndërtim. Dhe kjo gjë pra do shohim se si tregu do ketë kërkesa dhe oferta. Në këtë momente, sikur se tham, nuk ka ndërtime dhe absolutisht që është rritur kërkesa sepse njerëzit duan të blejnë ndërkohë që s'kan çfarë blejnë. Aktualisht në qytetin e transformuar nga betoni për gjatë 30 viteve të fundit, pritet të nisë ndërtimi shumë kaqeve në qendër të qytetit, tek stadiumi në plazh, por edhe tek projekti Durrës Marina.